Sot në rubrikën Sofra pra njush në Albania TV sjellim një temë që prek pothuajse çdo njeri, çdo familje dhe çdo moshë. Një fenomen që është bërë pjesë e pandashme e jetës moderne, telefoni celular dhe ndikimi i tij në përditshmërinë tonë. Mjafton të ecësh për pak minuta në një rrugë të qytetit, të hysh në metro, në autobus apo në kafene dhe do shohësh të njëjtën pamje kudo. Njerëz me telefon në dorë, me kokën ulur, me sy të përqendruar mbi ekrane. Në stacionet e autobusëve, në trotuare, në shkallët e metros, madje edhe gjatë ecjes në rrugë, telefoni është kthyer në shoqëruesin e pandashëm të jetës së. Shpesh shohim njerëz që ecin pa parë përreth, që zbresin shkallët duke shkruar mesazhe, që kalojnë rrugën pa ngritur kokën nga ekrani, pamje që dikur ne dukeshin të çuditshme, ndërsa sot janë bërë krejt normale. Por a jemi ndalur ndonjëherë të mendojmë sa shumë ka ndryshuar mënyra jone e komunikimit? Dikur njerëzit flisnin më shumë me njëri tjetrin. Në autobus dëgjoje biseda, në kafene njerëzit diskutonin, qeshnin, debatonin. Sot më shumë raste tavolinat janë të heshtura, secili përqendruar në ekranin e vet. Dhe kur jemi pranë njëri tjetrit fizikisht, shpesh jemi larg emocionalisht. Teknologjia padyshim ka sjellë shumë lehtësi në jetën tonë, na lidh me njerëzit kudo në botë, na jep informacion në sekonda, na ndihmon të punojmë, të komunikojmë dhe të informohemi më shpejt se ç'duhet. Por bashkë me lehtësinë, kanë ardhur edhe ndryshime të mëdha në mënyrën se si jetojmë dhe se si komunikojmë. Sot shumë njerëz zgjohen me telefon në dorë dhe e mbyllin ditën po me telefon në dorë. Kontrollojnë njoftimet vazhdimisht, kalojnë orë të tëra në rrjete sociale dhe pa e kuptuar ekrani fillon të marrë gjithnjë më shumë kohë nga jeta jonë reale. Ekspertët e komunikimit dhe psikologët flasin shpesh për varësinë nga telefoni dhe rrjetet sociale, një varësi e heshtur që po ndikojnë jo vetëm të rinj, por edhe në çdo grup moshe. Shumë njerëz sot ndihen të shqetësuar nëse nuk kanë telefonin pranë. Të tjerë kontrollojnë ekranin në çdo minuta, edhe pa pasur asnjë arsye konkrete. Ndërkohë bota reale vazhdon përreth nesh. Një fëmijë kërkon vëmendje, një mik pret një bisedë, një familje ulet bashkë në tavolinë, por secili qëndron në ekranin e vet. Dhe ndoshta pa e kuptuar, po humbasin diçka shumë të rëndësishme, komunikimin njerëzor. Asnjë ekran nuk mund të zëvendësojë një përqafim. Asnjë mesazh nuk mund të ketë të njëjtën ndjenjë si një bisedë sy më sy. Asnjë imoj nuk mund të zëvendësojë emocionin e vërtet njerëzor. Në këtë reportazh nuk synojmë të kritikojmë teknologjinë, sepse telefoni sot është bërë pjesë e domosdoshme e jetës moderne, por ndoshta kemi nevojë të gjejmë ekuilibrin, të dimë kur telefoni na ndihmon dhe kur fillon të na ndalojë nga jeta reale. Të mësojmë të jemi më prezent me njerëzit që kemi pranë, të dëgjojmë më shumë, të flasim më shumë, të shohim më shumë jetën përreth. Sepse ndonjëherë momentet më të bukura nuk ndodhin në ekran, ato ndodhin në realitet, në një bisedë spontane, në një buzëqeshje, në një moment të thjeshtë që nuk përsëritet më. Dhe ndoshta një kohë ku të gjithë jemi vazhdimisht online, sfida më e madhe mbetet mos shkëputemi nga jeta reale. Sepse jeta nuk kalon brenda telefonit, jeta kalon pranë nesh çdo ditë. Dhe ndonjëherë mjafton vetëm një veprim i vogël, të ulim telefonin, të ngrem kokën dhe të shohim njerëzit, qytetin dhe jetën që vazhdon përreth nesh. Kjo ishte rubrika për sot. Miru takofshim në rubrikën e ardhshme.